Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Arbëria. Mirë se erdhët në emisionin ton. Sonte kemi të ftuar avokatin Zahir Hamza, ku të diskutojmë lidhur me rrjedhshmërinë e gjykatës speciale, më konkretisht edhe për dëshminë e Ismet Tarës apo komandant Hoxhës, të cili ishte një dëshmitar më ndryshe se të tjerët. Përshëndetje Zotri Hamza, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit tonë. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi për mua të jem në këtë emision. So pamoni të përcjellni seancat në dhomat e specializuara në Hag që po gjykohen krejt e ushtrisë ligjore të Kosovës. Ne e ditë që unë jam avokat që disa vite dhe angazhimet kemi të përditshme, zakonisht gjejmë kohë që të përcjellim edhe këto seanca të cilat bëhen në gjykatën speciale, e cila është në interes pasë që i takojmë atij profilit dhe me kurreshtje i shikojmë gjithë procedurat si shkon, kuptohet edhe që është në gjykatë speciale që trajtohet nga organet përkatëse. Si ka ecur ky proces deri më tani? Si e keni parë nga syri një avokati? Ne e di mirë që ky proces fillimisht në këtë rast ka filluar si piknisje nga raporti i Dick Martin, që është një raport apo mund të them piknisje për të formuar gjykatën speciale, ku gjatë këtij procesit ka rrjedhur edhe ku janë implikuar disa komandantat në krye, ku sot e kësaj dite mbahen padrejtisht në gjykatë speciale me vite padrejtisht. Me vetë faktin që kjo gjykatë është themeluar me iniciativën e raportit Dick Martin për një çështje të caktuar, të cilat pretendojnë, dhe mendimi im është që është fabrikuar mirë nga ana shtete fqinje, këtë rast Serbinë, bashkë me disa shtete të cilat mike i ka, për të njëllosur luftën të drejtë dhe pasore të ushtrisë ligjore të Kosovës. Në këtë raport të Dick Martit ishte një akuzë e rëndë karshi krerëve të ushtrisë ligjore të Kosovës, trafikim organësh. Kjo u hëllë poshtë. Tani shihet në proces që këtë tjetër gjë është duke zhvilluar procesi. Si shihet kjo në aspektin juridik? Në aspektin juridik, unë pretendova në fillim që qëllimi ka qenë themelimi një gjykate jashtë territorit të Kosovës, por në përputhje me legjislacionin tonë të Kosovës. Fillimisht është formuar gjykata me nisjen me arsyetimin kinse trafikimi organeve, këtë rast që është me raportin Dick Martin. Qëllimi nuk ka qenë ajo, ka qenë qëllimi që të jetë si fillestar, si piknisje, më pastaj të zgjerohen hetimet dhe të merr një kahje tjetër e cila besoj që njërin nga neve kërkush nuk kemi menduar që kjo çështje do të zgjerohet nëpër masa pak më të mëdha dhe ku kanë filluar arrestimet në mënyrë të padrejtë, fillimisht të krerëve të ushtrisë ligjore të Kosovës, e siç janë Zoti Thaçi, Kadri Veseli e të tjerë, të cilët kanë qenë bartës kryesor në shtetëformimin tonë të Kosovës, kuptohet me punën dhe angazhimin e tyre të drejtë dhe paqësor. Por, kjo ne e dim që gjykata speciale formuar pikërisht për të hetuar raste të cilat pretendohen se janë kryer gjatë periudhës janar 98 dhjetor 2000. Për këto vite të cilat pretendojnë se është kryer ndonjë vepër penale kundër integritetit personal të njeriut, këtë rast dhuna, vrasja, poshtrimi e tjera. Ne e kemi analizuar në detaje, kuptohet këto proceset dhe mendimi im që prej fillimit deri më tani gjithë procesi ka shkuar në mënyrë të çrregulluar, jo profesional dhe mbi gjitha duke tentuar të merr provat në forma të ndryshme, me kanosje, kërcënime, shtytje. Cilat janë këto çrregullime që e thatë? Çrregullime po e them që nëse nisim në aspektin e dëshmitarëve, që është bazë kryesore, të cilat i kanë ftuar për të dëshmuar në interes të procesit, dhe rasti konkret që kemi tani tek zotritara, i cili një dëshmitar
i cili është një dëshmitar cili nuk pranon deklaratat të cilat kanë tentuar të njollosin, i cili njëjti ka deklaruar në vitin 2019 për një deklarat tjetër, ndërsa sot që ftohet si dëshmitar, del një deklarat tjetër. Dëshmitar besoj që këti procesi gjyqësor si dëshmitarët duhen, të jenë dëshmitarët të mos i frigohen gjykatës. Kemi rastet të dëshmitarët të cilët i kanë marrë me iniciale, nuk e dim kush janë ata. Dhe besoj gjithë këto dëshmitë që janë dhënë deri më tani nga ana e dëshmitarëve, besoj që do të hupet kredibiliteti i tyre dhe është për tu analizuar dhe më tej të filtrohen të gjitha dëshmitarët deri më tani të cilët kanë shkuar në këtë proces të dëshmojnë kundër krejeve të ushtrisë ligjore të Kosovës, pas që kemi keshpërdorimin të cilën e kanë gjykata speciale kanë tentuar në forma të ndryshme të merr dëshmi me kanosë dhe dhune tjera. Zotri Hamza, si sot transparente ka qenë kjo gjykatë në drejtimin e këtyre rasteve, ku e dim që pjesa më e madhe e dëshmitarëve kanë qenë të mbrojtur ose që nuk kanë parë për publikun? Unë e potencova dhe më herët që transparenca e gjykatës speciale është zero. Rasti konkret i fundit që këtë tek është i cila është përkesuar gjendja shëndetësore e Zotrit Taçi, të njëjtin as nuk ka ndalë pak të një komunikim në publik të tregoj gjendjen e shëndetësore të tij. Këtu tregon që transparenca është zero, nuk ata thirrën në emër të popullit të Kosovës dhe vendime japën në emër të popullit të Kosovës me gjykim kuptohet, duke u bazuar në legjislacionin ton penal të Kosovës. Në këtë rast, kur kemi disa interesat që të ketë një raport periodik nga ana e gjykatës të tregoj procesin dhe gjitha ecurinë deri më tani, këto nuk kemi hasur deri më tani, është diçka shqetësuese përderisa nuk kemi raportet periodike për të treguar mbi ecurinë e procedurës deri më tani si ka shkuar. Këtu është për të dëshiruar që nuk është të shku një proces në përputhje me legjislacionin ton, edhe pse thirrën e legjislacionin ton, por nuk është përputhje me të plot me kompetencat që i kanë. Cilat janë sfidat e palës mbrojtëse të krerave të ushtrisë ligjore të Kosovës? Është dhe kjo çështje shumë me vend që potencove tek sfidat, se unë nuk kam hasur asnjëherë të mbrojtësit të akuzuarve të kenë një zë më kritik gjatë këtij procesit, dhe nuk e di as ata nuk kanë një komunikim me përfaqësuesit ton shtetëror kuptohet për ecurinë e tij. Nuk kam hasur që janë pak ma këmbgulës dhe ta atakojnë padrejësitë që i të bëhen të krejeve të luftës, këtë rast të akuzuarve, dhe të njëjtët është për të çuditur se janë gati 4 vite, mbi 4 vite janë në paraburgim. Është shkelje drastike të drejtë të njeriut, ku një kryeminist, rish kryeminist dhe një mbështetës i cili ndër vite ka kontribuar në shtetëndërtimin e Kosovës, të mbahet padrejtisht në gjykatën speciale, madje nuk dihet as fati i tij, apo nuk e di se është me një fjalë që gjykata speciale është i përdor një mas preventive, ku mund të them që secili që tenton të ndërhyjë në procesin e gjykatës speciale, automatikisht shohet flet arrest për arrestimit. Në këtë rast si kemi tek profesori Herdin Kuçi e të tjerët, të cilët ka tentuar që të kenë një raport me përfaqësues tek në këtë rast ish komandantët e tyre, edhe gjatë vizitave që kanë bërë. Këtu tregohet që të njëjtët kanë qenë në përgjigje gjithmonë dhe këtu është një cënim i të drejtës e lirisë së shprehjes kuptohet, dhe tash kanë filluar edhe shumica nga bashkëluftëtarët të kenë një frikë se gjykata speciale është në vazhdim edhe besoj që edhe krerëve të tjerë, secili që tenton të ndërhyjë apo të shpreh pakënaqësinë e tyre,
ato automatikisht do të implikohen në këtë proces. Se rasti Haradinaj që është, Nasimi që është, edhe të tjerë, të cilët janë arrestuar padrejtësisht me vetë faktet të cilët ka dalë media për të treguar një shqetësim vetë personal. Si po shihni ballafaqimimin mes palës mbrojtëse dhe prokurorisë? Unë mendimi ballafaqimi i tyre është shumë i butë. Jo atë në aspektin që duhet mbrojt interesi dhe dëgjohet dhe kundërshtohet veprimet e tyre të kundërligjshme të cilët bëhen. Mendimi jem është që mbrojtja e tyre është pak me të them në zhargonin pak më i butë, nuk reagojnë, nuk kundërvyen me prokuror, ti kundërvyen me provat shfaqësuese, kuptohet kjo. Edhe është një fakt tjetër që është dashur të paktën përpos që kemi ty shumica mbrojtës janë ndërkombëtar, nuk janë asnjë nga Kosova, është dashur pak të ketë një, se në procedurë penale në aspektin procedural kemi edhe 3 mbrojtës mund të ketë një akuzuar, është dashur pak të ketë një mbrojtës që është ndërkombëtar, që ata i besojnë se janë profesionista, është dashur të kenë edhe një avokat nga radha jonë që është shqiptar, kuptohet nga Kosova, edhe të ketë një komunikim ulidhse mes mbrojtësit që është jashtë, që është ndërkombëtar, dhe mbrojtësit që është këtu në Kosovë, besoj që do të kishte më lehtë, do të kishte një qasje që edhe raportet janë edhe të njoftohet opinioni publik lidhur me ecurinë e procedurës. Unë nuk kam hasë që ndonjë mbrojtës i akuzuarve të këtë rast që janë atje, të ketë dalë dhe të ketë paktën të tregojnë mbi ecurinë e procedurës, të njëjtët kanë drejt, paktën të njoftojnë, në qoftë se jo opinionin të gjerë publik, paktën Ministrinë e Drejtësisë dhe organet kompetente që janë në Kosovë. Kjo është ajo. Prokuroria pothuajse gati ka përfunduar dëshmitarët e thirrur nga ajo. Në kuadër të kësaj ishte para disa ditësh edhe një dëshmitar Ismet Tara ose komandant Hoxha. Vini nga njëjti region, nga komuna Rahavecit, edhe ka qenë një dëshmi apo të themi refuzim dëshmie ndaj prokurorisë për një dokument. Si e keni po reagimin e komandant Hoxhës në gjykatën speciale ndaj prokurorisë, i cili ka pretenduar që nuk ju është treguar një dokument të cilën tha që është i fabrikuar nga prokuroria? Situata e fundit me rastin e komandant Tarës është shumë shqetësuese trajtimi i cili është bërë atij, se ne dim që dëshmitari është për të ndryshuar rastin, për të dhënë dëshminë lidhur me procesin gjyqësor, i cili ndikon pozitivisht në procesin gjyqësor. Në aspektin procedural nuk është trajtuar, dërmëtane sa e kemi vrejt, në mënyrë të drejtë dhe në mënyrë njerëzore, kuptohet. Komandanti Tara, kuptohet, që i cili ka qenë shumë kritik kohëve të fundit dhe në gjatë dëshmisë të tij ka hasur në një deklarat i cili pretendon se nuk i ka dhënë ai vet, por është nënshkruar nga intervistuesit, investiguesit të tij, dhe këtë deklarat e ka kundërshtuar plotësisht, nëse është ashtu si mendon ai, dhe besoj që dëshmitari Tara, gjykata speciale do ta refuzoj si dëshminë e tij dhe do ta largoj nga procesi gjyqësor pasi që është i parregullt. Në aspektin procedural, dëshmia e dëshmitarit në këtë rast, në qoftë se jepet dëshmien me kanosje, me kërcënime, me shtytje, është dëshmi e papranueshme në procesin penal. Dhe gjykata speciale besoj, në qoftë se analizon ecurinë e këtij dëshmitarit Tara dhe ecurinë deri më tani si ka shkuar, duke kundërshtuar deklaratën e tij i cili pretendon se nuk ka dhënë, atëherë gjykata speciale nuk do të merr parasysh këtë deklaratë, se është deklaratë nule, e papranueshme dhe nuk mund të jetë pjesë e këtij procesit. Në qoftë se pasi që procesi është ka fundi, do të filtrohen disa dëshmitarë të cilët janë në pritje sipër dhe besoj që të përfundoj ky proces më në fund. Dhe unë jam i bindur si profesionist që krejët e luftës këtë rast komandant të cilët janë atje, me në kryet të Zotit Thaçi, të shpallën të pafajshëm. Jam i bindur se
Ecëria e procedurës ka treguar që ky proces është proces politik, është proces për të njëllosur Ushtrinë Qendrore të Kosovës mbi gjitha shtetin e Kosovës. Zoti Hamza, a mund të jetë kjo deklarata apo mos pranimi i dhënies së dëshmisë për prokurorin nga zotëri Tara një e vërtet që ndoshta ka pasur edhe të tjera që janë fshehur deklarata apo ka ndryshuar deklarata të dëshmitarëve me presion ose në një formë tjetër të prokurorëve? A mund të del në fund diçka muzbardh, një padrejtësi që ju është bërë gjatë kohës? Është në kompetencën e mbrojtësve të cilët i kanë të akuzuarit tani atje, mbrojtësit e tyre, që kjo është një vërtet të cilën munden edhe mbrojtësit e tyre që gjitha dëshmit deri më tani, të cilët janë dhënë nga ana dëshmitarëve deri më tani, duhet ta filtrohen mirë, por kompetenca e mbrojtësit të tyre që nëse kanë patur qasje në dokumentacion të këtyre dhe dëshmia e këtyre dëshmitarëve, siç janë anonim, dëshmitarëve pa emër, pa fotografi, aty është edhe më shumë rrezik që dëshmia e tyre të mund të jetë jo kredibile. Pasi që ndoshta ka pasur rast që të dëshmitarët janë kanë dhënë dëshminë e tyre në nënkërcënim, kanose etj. Rasti Tarës, unë i thash që dëshmitarët të jetë në këtë formë, të mos fabrikohet dëshmia e tyre. Shumica dëshmitarëve që kanë qenë në gjykatë këtë rast gjatë administrimit provave dhe dhënies dëshmisë së tyre, ata vetëm kanë heshtur si kukull. Apo kupton? E kjo është diçka shqetësuese, se mund të ketë ndikim në aty edhe gjitha dëshmia e tyre të fabrikohen. Se ku vjen dëshmitare aty edhe mundet, nuk e di na, po fol në aspektin profesional që mund të ndikohet me shtytje, presione të tjera, forma të ndryshme për të dhënë një dëshmi të pa drejtë. Por nëse filtrohen gjitha këto dëshmi, ata i kanë mbrojtësit e tyre profesional të cilët i kanë besuar punën në tyre dhe ata du të mirë me këto prova, të kundërshtojnë dhe të jepet një epilog përfundimtar në favor të krejeve të Ushtrisë Qendrore të Kosovës dhe unë dyshoj që përderisa rasti i Tarës ka tregu, ka shpërfaq në publik që deklarata mund të manipulohen edhe të fabrikohen, unë nuk mund të përjashtoj mundësisë që edhe deklaratat të dëshmitarëve të tjerë mund të jenë proces apo pjesë e marrjes së dëshmive të tyre në mënyrë të kundërligjshme. E në procedurë penale e cila është deklarat apo dëshmi e papranueshme që nuk mund të llogaritet në proces. Si shihet kjo dëshmi e zotit Tara ku prokurorisë nuk i jep dëshmi ndërsa palës mbrojtëse po? Është pa drejt, përderisa je në proces gjyqësor dhe ftohesh si dëshmitar, është obligim ligjor që njëjtë ta jap deklaratën në përputhje me kompetencat ligjore në cilësinë e dëshmitarit. Nuk i përgjigjet prokurorisë dhe ndërsa palëve tjetër po, unë jam i bindur që ky dëshmitar do të largohet nga këtij procesi, nuk do të mirret si dëshmia e tij, pasi që është vërejtur kesh përdorimi dhe dëshmia e tij është e fabrikuar. Besoj që për të shpërlar veten gjykata speciale do të largojë si dëshmia e tij, do të jetë e papranueshme. Megjithatë, a do të kërkohet që ky dokument që insistoi ke zotri Tara që të bëhet publik, të gjendet është e vërtet apo jo? Kush është kompetent të kërkon këtë dokument që insistoi ke zotri Tara? Kompetenca ekskluzive është tek mbrojtësit të akuzuar nga rast që kanë atje. Nuk kemi pasur rast që na paktën ndonjëherë prej këtyre mbrojtësve të ketë një qasje me publikun dhe të shpjegojë të vërtetën. Deklarata e tij që ta të shpall në këtë rast të qitet nëpër media apo të shpaloset është e padrejtë. Nuk ka drejt, pas që ndikon në procedurë dhe vetëm mundësia ligjore që mbrojtësit të akuzuarve të kërkojnë dhe të ballafaqohet ajo provë me gjendjen faktike. A ka dhënë apo jo? Kjo është ajo. Edhe më tej, jam i sigurt që dëshmia e dëshmitarit Tara do të hudhet poshtë, si papranueshme, pasi që dëshmitari është rëndësi këtij procesi që ky dëshmitar ja ka qelur sytë edhe gjithë procesit gjyqësor
dhe është për të dëshiruar kredibiliteti dëshmive të dëshmitarëve dërmatanit që kanë qenë. Si shihet rrjedha procesit, edhe pse kanë kaluar me vite të tëra në paraburgim, një farforme kanë marrë dënim e pa marrë parasysh verdiktit final, sepse kanë qenë të mbyllur me vite të tëra. Këta, si shihet rrjedha procesit, kur shihet që fundi i dëshmitarëve të prokurorisë, cilat janë hapat që do të ndiqen tani? Fillimisht është një humbje kohe, kanë tras në kohë, kanë humbë. Zotëri Thaçi edhe të burgosit të cilët janë atje, kanë humbur mjaftueshëm në aspektin personal, familjar, edhe njëkohësisht edhe shteti i Kosovës ka humbur në paraburgimin e tyre që sa vite. Është një kosto e marramentit të cilin i kushtohet si nga edhe Thaçit të familjes vet, edhe shtetit të Kosovës, po ne e di mirë që procesi gjyqësor duhet të kryhet deri në fund, derisa shpahet një gjykim plotfuqishëm dhe dërmatani është i pafajshëm, kuptohet. Deri në një akt gjykim plotfuqishëm është duhet, ai është konsideron vetë si të pafajshëm dhe jam i bindur që do të shpallet i pafajshëm. Edhe në qoftë se përfundon procesi gjyqësor, i njëjti shpallet i pafajshëm, ka drejt të bëj kërkesë kompenzim në aspektin moral, familjar, financiar, gjitha format të kompenzim, po besoj që nuk i përmbush ato pritshmërit pasi që ka humbur me vite, është mbyllur një person i cili ndër vite ka krijuar një imazh të mirë në publik dhe në shtetet evropiane. Me këtë proces në njërën anë shpallet i pafajshëm, lufta e tij është e pastër, në anën tjetër e ka një njoll për publikun më gjerë edhe shtetet tjera të cilat mund të etiketohen si ish i akuzuar, në këtij procesi gjyqësor të cilat ka një farë njollet që mundet me ndiku në karrierën e tij më të tjeshme. Edhe nëse shpallet, jam e bindur që shpallet i pafajshëm, kompetencat për kërkesën e kompenzimit moral dëm moral është çështja e tij. Kemi rastin e Ramush Haradinaj, i cili 10 vite ka qenë në fund të shpallë pafajshëm, zotit Lima, i cili padrejtisht është mbajtur gjithë me vite proces. Është shqetësuese kjo. Kjo është. Po përfundimi do të jetë. Me përfundimin e dëshmitarëve të prokurorisë, a pritet një lirim për faktin që më nuk ka nga kush të mbrohet, apo pritet deri tek vendimi final? Unë nuk e di, tash po them që rastet e fundit të cilët është ngritur akt akuzë për ndikim tek dëshmitar, rasti që është arrestu zoti Kilaj Kuçi e do, rasti i komandant Topi që ke, edhe këtu shihet që ky proces edhe pse është ka fundi i procesit, por mos të harrojmë që mundet të lidh ndaj proces, gjatë procesit mund të zgjerohen hetime për një vepër tjetër. Ne dim që ky gjykata speciale është formuar me raportin e Dik Martit, si dyshohet për organeve për shpërndrimet e tyre të cilë kanë bërë, dyshohet aty tani u formu gjykata speciale në ndërkohë vazhdimsi, por mos të harrojmë që mundet të ketë në zgjerim të hetimit apo të mbahen padrejtisht ende aty pa u zgjidhur një çështje përfundimtare. Por besoj që të përfundoj ky proces, masi kemi ka fundi i këtij procesi të dëshmitar nuk ka më, por mos të harrojmë që gjatë procesit mund të bëhet në akt akuzë tjetër, se rastet fundit të cilët kanë ndodhur. Kjo është ajo, por mos të harrojmë që të kemi kujdes në çdo formë, se mund të ketë edhe ndaj akt akuzës, kuptohet, të cilët është akt akuzë të paplanifikuara. Një diçka që është përfolur apo po flitet në opinionin publik është edhe Jack Smith, i cili ishte i pari ai që pretendoi të ngritte akt akuzë ndaj ish-krerëve të ushtrisë të Kosovës. E shohëm pastaj një veprim i presidencës Trump që të shkon deri në fund të zbulon të vërtetën lidhur me Tribunalin e Hagës, po ashtu edhe me procesin e vet, që janë të lidhur këto dy ngjarje. Sa mund të ndikojë kjo?
Neve, presidenti Trump është një mbështetës botror, rangut botror, i cili ka dhënë disa deklarata që bombastike kuptohet lidhur me Jack Smith, i cili e ka hetuar rastin e tij fillimisht në SBA për ta njëllosur edhe për të humbur zgjedhjet me qëllime të tjera, dhe deklarata e tij se të kemi kujdes nga Jack Smithi është deklaratë që duhet të kemi kujdes vërtet ne, se Jack Smithi gjatë procedurës të cilat deri më tani i ka trajtuar, ka qenë me një sy tjetër pak dyshuese, kuptohet, por e vërteta është e mirë që e vërteta të del në pa, edhe ky proces të përfundoj deri në fund. Sa përket prokurorisë edhe Jack Smithit, është çështje që kanë ai filtrohet për dikujt tjetër. Nuk kemi ne kompetent të marrim një mendimin se si ka shkuar. A mund të del që i tërë procesi ishte proces politik për interesa të ndryshme të shtetit? Në mendimin jam personal, përpos që është politik për të eliminuar krerët ushtarak, të cilët kanë qenë aktiv në jetën politike, njëkohësisht të njëllosin emrin e tyre, pasi që pas 20 vite të luftës së kryer, të njëjtën paraburgosen për një çështje shumë të thjeshtë. Kjo është për të shqetësuar fakti që mbas 20 viteve të ngritet një akt akuzë, mund të them, e thjeshtë, por që ka marrë për masat botrore. Kjo shihet qartë që tendencat janë eliminimin nga skema politike, njëllosjen e tyre dhe me një fjalë përfundimin e karrierës politike këtyre krerëve. Çfarë kanë bërë? Edhe çfarë duhet të bërë institucionet e Kosovës të jenë afër këtij procesi, afër njerëzve të vendit të tyre? Është diçka shqetësuese, shumica nga krerët edhe bashkëluftëtarët shkojnë në Hag, bëjnë fotografime edhe shpalosin në rrjetet sociale për të ngushëlluar të njëjtin që është atje. Nëse mirët në një këndvështrim tjetër se sa kanë pas iniciativë për këtë çështje, e cila është kompetente ekskluzive të opozitës në këtë rast Partisë Demokratike, të njëjtët nuk kanë marrë një iniciativë serioze, paktën nuk mundesh me bëu si shtet, pasi që ke themilu, nuk mund të zhbëhet. Po të paktën ke një përkrahje njerëzore, morale dhe iniciative të ndryshme të marrin të paraqitet në kërkesë në Kovend për të paktën të kërkojnë që mbikëqyrja e tyre të jetë të raportet jenë periodike e mbi ecurinë e procedurës. Këto nuk kam hasur, përpos që kam dëgjuar dhe kam pa që deputetët në krahun opozitar, këtë rast Partisë Demokratike, edhe personat të tjerë të cilët i kanë rrethuar në gjatë periudhës, shkojnë vizitojnë dhe bëjnë fotot propaganduese të paktën nëpër media që kam qenë vizitu, unë jam krah luftës e tjera, edhe shpërfillë në për publik, liria ka emër e tjera, kur gjë është vetëm një marketing i tyre. Asgjë më shumë. Një veprim konkret procedural nuk kanë marrë. Çfarë duhet të bëjnë Kuvendi i Kosovës në këtë rast edhe institucionet që dalin nga këto zgjedhje lidhur me mbarvajtjen apo mbikëqyrjen, përcjelljen e këtij procesi? Asgjë më tepër pas të kërkojnë një raport periodik nga dhoma specializuara. Ne dim që partia në pushtet aktuale që është vetëvendosja ka qenë kundër themelimit të gjykatës, këtë rast Partia Demokratike dhe parti tjerë të cilat ka qenë për themelimin. E tash nëse analizohet situata, partia e cila ka qenë kundër themelimit vjen pushtet dhe partia e cilat e ka themeluar vjen në pozitë, paramendo. Çfarë veprime do të bëjnë? Vetëm mund të bëjnë veprime, se nëse Kuvendi i Kosovës dhe organet tjera ndikojnë në këtë proces është politik, që duhet të lihet deri në fund procesi, të mos ndikohet nga spektri politik, të është dihet që procesi gjyqësor është i pavarur, mos ndikohet. Në qoftë se ndikohet atëherë nuk e bën mirë imazhit të Kosovës, pasi që ky proces momenti që ka filluar në të përfundojnë deri në fund, e vetëm mundësia është të kërkojnë që të kenë një raport shtesë, të kenë çastin në gjykatë, eventualisht nëse shkelin të drejtat të tyre
gjatë procesit gjyqësor të ngrejë zërin në forma të ndryshme dhe ta jemi me një fjalë kompakt, të janë së bashku dhe të dalin për krah këtyre krejve të luftës. Dihet që kemi aspekti politik, nuk kanë dëshirë që të ndikojnë në këtë formë, pasi që vetë vendosi, ata e kanë edhe çështjet personale, edhe kanë qenë liri, që kanë qenë liri, kuptohet, kanë qenë interesat personale, dhe madje duke etiketuar në forma të ndryshme, një lloj sharë etj. Nuk ka bërë mirë Kosovës kjo, edhe besoj që ky proces përfundon, kuptohet. Jam e bindur që të shpallën pa fajshëm, të na jep një mësim, një herë për gjithmonë të jemi së bashkuar për këto procese të dalim ballë deri në fund. Pritet në vitin 2025 të merr epilog ky proces? Viti 2025 pa përfunduar gjithë procesi dëshmive dëshmitarëve, 2025 nuk besoj, se në që thash që mundet të bëhet zgjerimi hetimeve në qoftë se nuk ka prova të mjaftueshme. Prokuroria, gjykata speciale. Megjithatë, prokuroria ka dhënë një datë në prill që nuk do të ketë më dëshmitar në këtë drejtim. Edhe kur mirret kjo parasysh që dëshmitar nga prokuroria nuk do të ketë. Mbeten vetëm viktimat edhe dëshmitarët e mbrojtjes. Të mbrojtë, po nuk e di sa është në numër, nuk e di, mund të ketë një numër i konsiderueshëm që mund të zgjasë procesin edhe më shumë. Kuptohet, por kjo është ajo që nuk kemi një raport, një kërkesë të detajuar nga shteti i Kosovës, edhe më e mirë është tek mbrojtësit e tyre, për çfarë thash nuk ka ndonjë avokat që është nga Kosova, së bashku me mbrojtësin që është ndërkombëtar, kuptohet që mbrojtja të ketë një çast ai të raportoj këtij ky knena, domethënë mundet më lehtë me pas një raport me ditë ka. Nuk e dim, kërkush nuk e din, edhe raportet kur kërkohen, gjykata speciale është jo bashkëpunuese me shtetin e Kosovës, edhe pse thirrën si në legjislacionin tonë Kosovës, penal Kosovës, që ne gjykojmë në emër të gjykatës vendore, në emër të popullit të Kosovës, po kjo është vetëm sa mund të them formale. Asgjë më shumë, por kjo mbi gjitha është lëshimi i shtetit Kosovës që këto çështje të ketë më mirë të kesh trajtuar ti trajtoj vetë në Kosovë, se të jepet e drejta të formojnë gjykatë speciale jashtë Kosovës. E vetmi vend në botë mendoj që çash kompetenca të mëdha që kemi dhënë shteteve tjera dhe që gjykata jonë të formohet jashtë territorit të Kosovës për shtetet si tonë është e papranueshme edhe jo e drejtë. Është dashur të kemi një punë profesionale që do të çështë trajtohen në Kosovë, në mënyrë ligjore, transparente, dhe ne do të kishim që gjykat ku tani ekziston. Gjatë bisedës sonë për fund, e përmendet disa herë që besoni në pafajësinë e tyre. Në bazë të asaj që keni parë deri më tani në këtë proces, në çka ju bën të besoni që do të lirohen krerët e ushtrisë ligjore të Kosovës si të pafajshëm? E kom analizuar pikat shkurtë nesë gjatë procesit gjyqësor e nuhasim. Kemi një intuit që to proceset e dim si fillon, si administrohen prova dhe si përfundon. Nëse analizohen pikniset tek provat. To provat kanë marrë prej njerëzve të cilat nuk i dihet prej kujt, prej personave anonim, prej x personave. Ata mund të jenë edhe shtetasit serb, mund të jenë edhe njerëz të cilët nuk ja dojnë të mirën krejve të luftës. Edhe rasti i fundit, besoj që rasti i Taras ka përmbyll, ja ka vë kapakun gjithë dëshmitarëve që ka mundu edhe mund të jenë këto dëshmit deri më tani të fabrikuara, të me ndikimin e shtytjes, presionit e tjera, se dëshmia dëshmitarë deri më tani ka qenë dëshmia thjesht. E kam dëgju, nuk e di, nuk më kujtohet, këto nuk janë dëshmi. Vetëm sa procesi të komplikohet më shumë e më shumë. Këto dëshmi deri më tani nuk janë kredibile për këtë proces. Absolut. Dhe mbi
Mbi gjitha kuptohet që kanë mbrojtësit e tyre, ata din më së miri gjatë procesit se nuk kam asnjë shkresë të landës. Por, sipërfaqësisht, dëshmia dëshmitare, procesi gjyqësore, dërmatane, deklaratat që janë dhënë, janë deklarata dhe dëshmi supozuese, jo bindëse dhe kredibile. Kjo është më bën mua që të besoj që të njëjtën të shpallën pa fajshëm. Kjo është e tëra. Por, shpresojmë që të dalim fitimtar edhe të mbyllet një herë përgjithmonë ky proces kundër shtetit Kosovës dhe kundër qëllimtarëve. Edhe ne shpresojmë në pafajësinë e shkreve të ushtrisë ligjore të Kosovës. Faleminderit për kohën dhe opinionin, mendimet e juaja që i dhatë për audiencën tonë. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi të jem prezant edhe për temën aktuale që i është ndihshme dhe kam obligimin si profesionist të i sqaroj. Shikues të nderuar, faleminderit edhe nga ju që ishi pjesë e televizionit Arbëria. Mirëmbëjtje. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.